Mbrëma njerëz, si jeni? Si që njoftova, sot do kemi një live bashkë me Lori. Okej, të presim edhe Lorin. Erdhi dhe Lori. Hi Lor. Që do bëjmë manifestim për datën 8. Sot është një portal shumë i fuqishëm, 8-8. Por jo, nuk do bëjmë manifestim. Kur njerëzit ta kuptojnë që krejt bota ku jena këtu, për fat keq po na interpretohet më shumë tek gjanat materiale, do arrin të kenë fuqinë e shpirtit. Allora, unë e kam pranoj edhe ti. Sot do flasim si të dalim nga hipnoza kolektive, gjithashtu do flasim çka është riprogramimi. Okej, Lord ta dërgova dhe unë. Shpresoj që të bëj. Pra, si që thash, sot do flasim për riprogramimin. Çka është riprogramimi? Si e marrim si bazë tonën dhe se si të dalim prej saj. Gjithashtu edhe për hipnozën kolektive. Pavarësisht se sot është një portal shumë i fuqishëm, 8-8. Lër nuk po bën. Okej, unë po të dërgoj edhe një herë, shpresoj që të bëj. Shpresoj. Ban. Ma në fund. Mirë mbrëma, mirë të Mirë mbrëma gjithve. Se di tani si është kamera. Perfekt, super. Mirë mbrëma, Sara, që kemi zemër? Mirë, falë Zotit, mirë. Ti? Që edhe unë mirë. Perfekt, me thamë. Perfekt, duhet jemi gjithmonë. Edhe pse perfeksioni në vetvete nuk ekziston, por duhet të ndjehemi. Fix, emocionet perfekte. Tani e shkem nga një herë këshu. Bravo! Tani më ke nxjerrë në një temë shumë të bukur, që ma kanë bërë pyetje shumë njerëz dhe sinqerisht për ironi, nuk është se na ka rënë bisedat. Faleminderit Lor, sepse njerëzit mendojnë që të jesh spiritual nuk ke ulje ngritje, të jesh spiritual je gjithmonë happy, je gjithmonë në emocione të mira, nuk ke stres, nuk ke ankth, nuk ke depresion, nuk ke shumë gjana. Jo, të jesh spiritual i ke të gjitha këto që sapo fola, thjesht din ti menaxhosh, nuk e lejon vetes që të marrë kjo rrjedha. Por këto lloj emocionesh do i kemi gjithmonë, përderisa jemi këtu në këtë matrix. Ose ke nga ato që për shembull futën në rrugës shpirtërore edhe duan nga ti ose nga unë ose nga tjetri, duan që ti të bësh diçka për ato. Do me thënë, ti të ndryshesh atë jetën, do me thënë, për një kohë të shkurtër ose për një muaj, të ndryshesh jetën ti komplet si me magji. Po kjo s'ndodh kurrë. Ai tjetri nuk të bëj asnjë. Me fjalë, unë nuk mundem ty unë të tregoj rrugën ose ti. Ama punën e bëm vetë, sepse ose e lufta me veten. Mirë për një muaj, okej, është pak afat kohor që diçka ndryshon. Po këto që kërkojnë me një seancë, Lor? Po pranë po thamë, është shmenduri, do me thënë është sikur trish edhe trish me një vend edhe thun tani po manifestoj
makinë luks, po manifestoj një dyqan të madh plot, ku gjithçka do me thënë është mrekulli, po manifestoj një qytet timin komplet ta kem me dyqane, edhe ti rri të manifestu kështu. Kjo s'ndodh kur, do me thënë, pos lëvize, pos bëre luftë, sepse du të bësh luftë në veten, ta marrësh veten me të mirë, ti heqësh ato riprogramimet, ato programimet e vjetra, edhe ta ushqish veten ti marrësh mësimet vet, se edhe tema sonde kemi riprogramimin, mos ta bëj, ja? Yes. Mu ka des mirë mbrëma, Margarita mirë mbrëma. Me që na përshëndetën, po jo kthejmë restën. Si që tha dhe Lori, e që i ka dhënë fillim, sot do flasim për riprogramimin. Çka është riprogramimi, si ndikon jetën tonë dhe ku i marrim fillesat e programit, ku ne vazhdojmë të jetojmë. Ku për disa njerëz ndal cikli, për disa të tjerë për fat të keq vazhdojnë gjithë jetën kjo pjesa e riprogramimit. Kështu që në këtë temë do ndalemi pak me Lorin, gjithashtu do ndalemi dhe tek hipnoza kolektive, se si ndikon tek ne, çka është hipnoza kolektive, sa jemi të vetëdijshëm, sa arrim që të dalim prej saj dhe sa arrim që të jemi të vetëdijshëm. Kështu që shpresoj që të bëjmë më të mirën, të japim më të mirën, pse jo, informacion për të gjithë dhe njohuri për të gjithë. Është e mrekullueshme të punojmë me veten, të jemi pranues, të njohim emocionet tona, të njohim veten tonë nga brenda, jo kush jemi fizikisht, por kush jemi shpirtërisht. Është shumë e rëndësishme. Po, Sara. Atëherë, Lor, gjithsesi ne po fillojmë me temën, pra për ty flas këtu du të futim pak temën vetjake, pra si ka ndiku tek ne programi i vjetër dhe çfarë ke bërë ti për të dalë nga ky program. Po, Sara, shumë temë, për mendimin tim është temë sfiduese kjo, që të kuptojmë se çfarë do thot riprogramimi vetës. Nuk do thot që do ndryshojmë ndonjë gjë në trupa anë pamje të jashtme, e ku ta di unë. Ndryshimi i vetës do thot nga rrënja, nga brendia jote. Nuk do bëjmë këto. Po, jo, mund të bëjnë edhe në parukeri gjëra. So sot ka pas gjithë ditën punë jam lodh. Edhe çështja është që duhet marrë, domethënë, nga rranja çdo gjë. Unë para 6 vjetësh, historia ime e kam thënë dhe për live të tjera si ka ndodhur. Domethënë, vjen një thirrje shpirtit. Të vjen një thirrje shpirtit se thu ka diçka më shumë këtë botë, nuk ka. Jo, para se të kalojmë këtu, Lor, para se të kalojmë këtu, se tu ta fillojmë rrjedh shumë. Po pra, Elmira, të programit të dalë. mirë mbrëma. Jo, ku e kuptove ti, pra si ka ndiku programi i vjetër në jetën tënde? Këtë isha tu ta shpjegu. Edhe mendon, domethënë, që ka diçka më shumë në këtë jetë, edhe i bë pyetje vetës, ka diçka më shumë, sikur shpirti ta ndjen, do mu zgju nga hipnoza kolektive. Janë ato programet që ne qysh kur lindim, qysh foshnje, ne i marrim nga familjarët, nga nana, nga baba, nga rrethi jon shoqëror, rrethi jon familjar. Nga feja, nga zakonet. Po, nga shumë, me fjalë, çfarë ne na rrethon kudo si fëmijë. Dhe ne i marrim pak këtu, pak aty, sepse ndërgjegja jone merr, ajo punon 24 orë 7 ditët e javës, ai nuk pushon, janë portat e hapura. Sidomos tek fëmijët, që është, domethënë, si një fletë e bardhë, që ajo shënon çdo gjë. Edhe pastaj kur vjen një moment që ti do i dalësh përballë jetës tënde, has shumë vështirësi. Sepse janë ato që mund të kesh marrë si bindje. Jo ti s'duhet me bë kështu, jo ti duhet me bë kështu. Në fjalë, je gjithmonë ke marrë ato të familjarëve, nuk ose jeti vetvetja. Ato thjesht të kanë
ta kanë bë atë mësimin, si me thanë, të kanë, si i thonë shqip tani, se unë gatrohem edhe me shqipën. Nuk je vetë vetja, të kanë dhënë, të kanë ushqy tjera Kanë program, tjetër program. Me fjalë ti nuk kanë ke marrë programuar për të programin kanë tan, tjetër. por ke marrë programin e familjarëve. Pastaj vjen situata që jeta pasaj se do t'i dalësh vetë zot jetës. Fëmia është si ai që e mban si zot, pastaj dikur fluturon edhe ka gjithsekush jetën e vet, krijon familje, gjithsekush, e kupton? Edhe pastaj kontrollin du ta marrësh vetë në jetë. Edhe aty pastaj vazhdojnë edhe shfaqen gjërat një nga një. Kur ta kuptoj, kur unë kam kuptuar që unë jam program, do me thënë, mu më janë dash shumë vite, me thënë drejtën. Unë këtë rrugë kom kap, më duket si 38-39 vjeç. Kaq. Mhm. Edhe ma desh të me thënë, imagjino sa dekada kanë qamë mbi kurrizin tim, që unë duhesha shumë punë me veten, shumë luftë me veten, që ti kuptoj tamam, a janë të mijat, apo janë njerëzve të mi që mi kanë dhënë që më kanë mësuar. Disa bindje, disa gjana. Do me thënë, unë mendoj që i kam pastruar, s'ka diskutim, po ka momente që prap ato të kthehen, vetëm se janë, do me thënë, e vetëdijshme, se e di, do me thënë, se nuk janë të mijat si emocion. Unë mund të ndjej edhe emocionin, për shumë mund të kem një njeri përpara, edhe unë më vjen një emocion, edhe unë direkt e kuptoj që ai s'është i imi. E kuptoj direkt, është i personit që është përballë meje. Okej, Kështu pastaj sa të mëson, telepati. po. Edhe kjo, desha të cek këtë punën, kur them luftë me veten, kjo luftë me veten nuk quhet rruga shpirtërore, luftë me veten, po unë e them në një mënyrë luftë me veten sepse du të punosh me brendin tënde, që ta shpalosësh, ti nxjerrësh ato bllokada, se e cek edhe ti më para që njerëzit kujtojnë që për një herë do bëjnë gjithçka, ose ti je shpirtëror, nuk do kesh më probleme ose çështje në jetë. Kjo s'është e vërtet, kur, sepse thjesht unë i shoh me një tjetër këmbvështrim tani. Jo se unë ose ai tjetri, kushdo që të jetë në këtë rrugën shpirtërore, pa çështje, nuk ka shans për të bërë, vetëm në një që mund ta hipnotizoj tjetrin që t'i thotë që po, unë kam arrit mrekullirat edhe që unë s'kama. Kjo është, do me thënë, rrenë, nuk ka shans. Përderisa jetojmë këtu në këtë rrezull toksor, kemi polaritetet, të mirën, të keqen, bardhën, zezën, thithën, të ëmblën, pastaj vazhdojnë tjerat, a? Kështu që të marrësh situatën dorë, gjithashtu marrësh situatën dorë, sikur nga një hap të vogël sot, një nesër, moj t'i thush fjalë të mira vetës. Sikur gjëna më të vogla, vetëm t'jesh e vëmendshme se çfarë po mbjell. T'hezësh, ka pak e përdit, pastaj kur e shikon atë dallimin, e shikon veten, e kupton që ke ndryshu, e para, të afron fëmijët e vegjël, shumë, të paktën mua shumë ka ndodhur. Më afroshin fëmijët nga të më shifshin, qeshin më afroshin, edhe e dija që është ndru energjia e trupit tim, e menjës, e gjithçka e shpirtit. Pastaj po njerëzit rreth përqark që ti ke ndryshu. Ato që të njohin thonë ke ndryshu si e normal, për shembull, nuk thonë për shembull se ke ndryshu për mirë. Se ato janë akoma mrapa me këto që kam mësuar, se kanë iden fare. Edhe vetë kupton që situatat i shef më ndryshi, edhe i merr më në konsiderat ma tjetër këndvështrim, me pozitivitet. U bo. E kupton vetë vetën, pastaj është edhe ajo intuita që shpesh herë të tregon, sepse ne mbjellim gjithmonë, fjala ka forcë, këtë e dim, ama emocioni e ka atë që
e luan roli më të madh. Fjala ka forcë, emocioni ka fuqi. Ajo. Atëherë, du të ndalem unë pak te kjo, pra çka është programi, ku e marrim programin. Gjitha emocionet, Elmir, du t'i kthej pak përgjigje Elmirës sepse pyet çfarë teme kemi. Sot kemi temen e programit dhe se si të kalojmë tek riprogramimi, gjithashtu si të dalim nga hipnoza kolektive. Atëherë, çfarë është programi? Programin ne marrim, siç e tha dhe Lori, nga njerëzit, nga familja, nga feja, nga rrethi, nga shoqëria, nga shkollat, nga gjithçka. Duke qenë si fëmijë dhe duke qenë që truri jonë është i hapur, ne arrijmë që shumë gjëra t'i kthejmë në besime. Për shembull, nëse duke qenë si fëmijë, babai ose nëna ose dikush u ka thënë ti nuk mundesh, ti nuk di, ty të është kthyer në bindje, në besim tek vetja. Dhe çfarë ndodh? Duke u rritur, ti gjithmonë kërkon një mbështetje. Kjo tregon që ti je në program. Ti gjithmonë kërkon që t'ja dalësh mban vet. Dhe prap ti je në një program. Sepse duke qenë në një program ti don që ta mbash veten të lidhur dhe të tregosh të tjerëve që unë mundem. Okay? Por nga çfarë mundesh, nga kush mundesh, këtë don ti që ta arrish apo ta bësh që ta besoj apo ta vërtetoj që ti pikrisht mundesh. Pra është gjithmonë vetja jote. Ne mendojmë që mundësinë tonë dhe shfaqjen tonë t'ju tregojmë të tjerëve. Por të tjerëve, ku je i vetëdijshëm ti që i intereson nëse mundesh apo nuk mundesh ti. Okay? Pra këtu duhet jemi shumë koshient. Duke qenë si fëmijë dhe duke qenë të hapur në mënyrën mendore, energjitike, emocionale, shpirtërore dhe gjithçka, pra ne vetëm thithim. Deri në moshën 7 vjeç, ne vetëm thithim nga të tjerët. Qofshin ata emocione, qofshin fjalë, qofshin mendime dhe tjerë. Dhe duke u rritur, çfarë ndodh me ne? Ato programe që ne kemi marrë, qoftë për shembull ndjenja e turpit, ose ndjenja e fajit, apo diçka tjetër, ne fillojmë ta besojmë dhe ta kultivojmë në jetën tonë. Është e njëjta gjë nëse keni dëgjuar që të dashurohesh me dhunusin. Dhe kjo vlen pak a shumë për shumë, sidomos femër shqiptare. Çka do thotë të dashurohesh me dhunusin? Për shembull, nanat tona janë mësu duke na thënë që burri ka gjithmonë të drejtë dhe ne duhet ta durojmë edhe nëse të rreth ka të drejtë. Dhe si e kanë interpretu brezi tjetër, po, burri ka të drejtë, burri është zoti i gruas, burri ka pushtet më shumë se gruaja dhe ka nduruar qoftë dhunën emocionale, qoftë fizike, qoftë shpirtërore. Dhe kjo tregon që ti je akoma në hipnozën kolektive apo në programet e vjetra. Sepse, pse i kam zgjedhur të dyja si temë? Qoftë hipnoza kolektive, qoftë programi, janë thujse e njëjta gjë. Prandaj, du që me terma të jem sa më e thjeshtë dhe sa më e kuptueshme. Nëse një person është duke folë për programin, aty ka dhe hipnozë kolektive. Okej? Prandaj duhet që të jemi të qartë. Nuk është diçka, mund të jenë shumë pak gjëra ndryshe, por pak a shumë po flitet, siç flasim për subkonsciencën apo për nënvetdijen, apo për të pavetdijshmen. Ndryshojnë thjesht termat dhe emri që ju kanë vendosur për është e njëjta gjë. Tani, ku e kupton që ti po del nga hipnoza ose nga programet e vjetra? Në momentin që ti fillon duke i bërë pyetje vetes, ka diçka më shumë, du diçka më shumë, unë nuk jam si nona, unë nuk jam si baba, unë nuk jam si vllai, unë jam ndryshe, unë du diçka ndryshe, unë po kërkoj diçka ndryshe, unë nuk përshtatem dot me këtë ligj, du diçka më të mirë, unë nuk përshtatem dot me lajmet për shembull. Du një program të gëzueshëm, du një program të përqeshur, nuk më përmbushin të gjërat e vjetra. Aty ti kupton që aty po thret diçka më e fortë se ti.
aty po kupton që po del nga kjo turma ku je futur. Pra aty ti e kupton që ka diçka më shumë dhe po tepërton. Si mund të dalim të gjitha besimet që të janë ushqyer, qofshin nga rrethi, nga familja etj, mundohu ti specifikosh dhe ti trajtosh me detaj. E para që duhet bësh është të pranosh emocionin tënd. Nëse ti ndjen urrëtie, thjesht pranoje dhe mundohu ta lirosh, duke fal veten, duke fal të tjerët, që të shkëputësh çdo lloj zinxhiri me këta njerëz. Kushdo që ta ka mësu si emocion. Nëse ti ke inat, mundohu që këto zinxhir të inatit i shkëputësh, duke kalu tek falja. Nëse të është interpretuar apo të është thënë që ti nuk di apo nuk mundesh, vërtetoja vetës askujt tjetër në botë nuk ke të drejtë ja vërtetosh vetëm vetes tënde. Ti ke ardhur këtë botë për veten tënde dhe vazhdon të jesh për veten tënde dhe të jetosh vetëm jetën tënde. Nuk mund të jetosh jetën e dikujt tjetër duke imagjinu ose duke dashur që të mësosh të tjerët aty ku ata nuk munden apo thjesht nuk duan. E kemi dëgjuar shpesh këtë fjalën që thonë, po unë kështu jam. Ti je kështu sepse ti nuk dëshiron të ndryshosh. Sepse nëse dëshiron të ndryshosh, ti mund ta bësh në mënyrën më të shpejtë dhe më të thjeshtë të mundshme. Por ti thjesht je në zonën e komfortit ku nuk të intereson që të ndryshosh. Okej? Prandaj, këtu je vetëm për veten tënde. Nuk je për asnjë njeri tjetër. Ti do jetosh jetën tënde, do bësh hapat e tu, do bësh zgjedhjet e tua. Nëse do është interpretuar që ti nuk mundesh të bësh diçka, vërtetoja vetëm vetes tënde që po ti mundesh. Mund ta fillosh si fillim me afirmimet pozitive, ndoshta në një moment do fillosh që vetë e pavetdijshmja jote, nga që e ka bë program dhe nga që për shumë vite e ka zbatuar këtë si bindje të sajen dhe e ka bë program të vetin, do filloj të kundërshtoj. Nëse ti vazhdon t'i thuash vetes unë jam fantastike, nënvedia do thot pse je fantastike? Kush tha ty? Do me të majtë gjithmonë aty poshtë. Po, edhe fillon të thot kush ta tha. Pra pse? Sepse vetë ai është bë program dhe do të rrisi program. Por ti vazhdo ta përsërisësh deri kur mendja jote, shpirti jot, trupi jot ta besojnë dhe ta kthejnë në realitet që vërtet ti je fantastik. Ti je vërtet ai njeri që ti ke ardhur të krysh detyrën tënde, qoftë si prind, qoftë si njeri, qoftë si femër, qoftë si mashkull. Prandaj duhet që shumë gjëra t'i lëm anash. Nëse gjithmonë njerëzit u kanë njohur në një situatë të vështirë tuaje. Për shembull, në një situatë ku ju keni ofenduar, keni sharë, keni bullizuar etj. Dhe ata njerëz u kujtojnë gjithmonë në këtë kujtim të vjetër. Nuk është faji juaj, është i atyre. Ju, përkundrazi, duhet të kënaqeni dhe të gëzoheni se sa shumë keni ndryshuar. Pra këtu nuk është e nevojshme të bindi ti ke që unë nuk jam Sara para 10 viteve. Okej? Por duhet i thoni tjetrit, nuk jam ai person që ti ke njohur. Nëse ai e beson, okej, nëse ai nuk e beson, është prap pjesa e tij. Nuk ka të bëjë me juve. Prandaj gjithmonë programi është ai që neve na e kanë mësuar. Riprogramimi është ai që ne dëshirojmë të bëjmë me jetën tonë. Pra të riprogramojmë mendjen, të riprogramojmë trupin tonë, t'i japim vetes një mundësi të dytë. Pra të lind nëna. Të rilindësh është zgjedhja jone. Nëse ti dëshiron të rilindësh, e ke ti në dorë. Nëse ti do t'jesh thjesht i lindur në këtë jetë, mund të vazhdosh të rrish si Dio. Lume, mirëmbrëma, mirë se erdhe.
Lor, nëse dëshiron që të shtosh diçka, Desha patjetër. të shtoj diçka se merr tani kështu në sekond gjatë bisedës kur ti po folje. Merr dhe kështu intuitive. Çdo ditë që njeriu ose ne që hapim sytë në mëngjes, është një ditë dhuratë, sepse e ke dhe një ditë për me i ndryshu gjanat në jetë. Ti jepet shansi çdo ditë kështu. Ama du të falenderojsh edhe ditën, thu, edhe i ditë e re sot. Do me thënë gjithmonë Zoti gjithmonë t'jep ditën e re për një fillim të ri, me u falenderu për atë ditë, para se fillosh ditën, sa të hapësh sytë. Në krevat, edhe një ditë, dhe manifesto ditën komplet. Pastaj se si vje, është punë tjetër, se ti nuk mund ta parashikosh tani në moment se si do jetë dita, por paktën ja bën ato hizmetin, si themi ne. Jo, në shqiptar kena një shprehje të mrekullueshme që thotë dita e mirë shikohet që në sabah. Pra, nëse ti do të jesh pozitiv dhe i mirë, vazhdoje ditën me pozitivitet dhe me mirësi. Falenderimi, njeriu më i mrekullueshëm për mu personalisht që ekziston në këtë botë, është mirënjohësi dhe falenderuesi. Asgjë më hyjnore se kjo pjesë nuk ka. Njerëzit që janë mirënjohës, njerëzit që janë falenderuesa, qofshin për sytë që kanë, për mendimet që kanë, për ditën e re që po i vjen, siç e tha dhe Lori, për gjithçka tjetër, atyre vetëm sa ushtohet bollëku, mirësia, pozitiviteti dhe gjithçka. Nëse ne arrijmë në një pikë sa fillojmë t'i fshehim gjërat, qofshin ato, sidomos ato të mirat, fillojmë t'i mshefim, t'i mbajmë për vete, mos t'ja u dim vlerën, mos t'jemi mirënjohës, mos t'jemi të përmbushur, gjithmonë do jemi të mangët dhe do kemi gjithmonë mungesë. Jo vetëm të mangët, por është kështu, ja, merri të dy durët. Ke pozitive, negative, si që quajmë ne pjesën pozitive, negative të jashtëm të majtën. Tani, në qoftë se ti do shkosh, do i hedhësh më shumë pozitive, se ajo do rritet. E kjo tjetra do bie. Në qoftë se ti do anosh te negativja, ajo do ngrihet, ajo vetdia do ulet. Do me thënë, duhet marrë gjanat edhe jeta, jo se du të marrë e keqe në balans, po du ta kuptosh. Du ta kuptosh me fjalë kush është e mira për ty edhe për tjetrin, se nuk është këto të paktën që janë në botën shpirtërore kuptojnë gjithë edhe din gjithë që kjo botë funksionon nëse ti je zgju për vete, ti edhe tjetrit ja don të mirën. Sepse ne jemi gjithë vim nga një burim. Njerëzit shpirtëror nuk mendojnë keq për tjetrin, asnjëherë, sepse e dinë se si funksionon. Do me thënë, e shef si pasqyrë tjetrin. E shef pasqyrë, e shef për ta ndihmu, e shef me tjetër sy, e shef do me thënë me dashuri. Mund të jep dashuri edhe pa e ditë fara i tjetri. Një njeri shpirtëror ja përcjell atë bioenergjinë që thotë. Edhe tjetri nuk e kupton nga vje, po tak, happy. Nuk e kupton tjetri, se bova ki nuk është në atë energji. E kupton që edhe thëmë sa bota shpirtërore ka shumë gjëna të mrekullueshme. Një që do të rritet, një që do të mësoj. Është mrekulli edhe të gjithë librat e fesë, të gjithë në këtë botë, për gjithë çka që bëhet lufta, bëhet për rrugën shpirtërore. Edhe nga kjo botë kur të largohemi, është mirë që mos të shkysh në botën, si i themi ne, në botën tjetër, me vetdije t'ulët. Du t'jesh gjithmonë t'jesh shpirtërore, edhe kur të ndrojsh jetë, se shpirti nuk vdes, prandaj thotë ndrohet jetë. Është mirë ta rrisësh vetdijen, sepse vetëm të mira ke, vetëm Zoti i Madh t'i hap, si me thanë ato, portat. T'i hap një nga një, se ka dhe testa, rruga shpirtërore ka shumë teste, të teston maksimum.
Edhe prandaj është puna më e vështirë, është puna më e vështirë lufta me veten, se unë e quaj luftë me veten derisa të dalësh. Është përballja me veten. Po, është luftë e brendshme, përballje me veten, edhe shumë njerëz o Sara, ka shumë njerëz që shkojnë në një farë rrugë dhe pastaj kanë frikë nga vetja. Thonë, ças çesin pastaj. U bot si frikë, okay, është normale. Njëna më thot mu, më tha, kur më tha, dje. Po Lori tha, po, të të bëj një pyetje. Hajde thash, unë tha, pse tha gjithmonë unë thash, tha kur kam frikë për shumë, po qesh vetëm në shtëpi kam frikë tha sikur më ndjek në një mrapa. Fillova tu qesh, thash, po ato janë është ajo errësira, pjesa e errët e jotja, nuk të ndjek kurkush, po do me thënë e kishe bë këtu në kokë që sikur e ndjek dikush. Ajo është ajo pia jote, është që duhet përpunu, e kupton? Kash nuk e kuptoj njerëzit. Jo, Frika. më duhet një frikë e brendshme, të cilën ja kanë interpretuar që të vogël dhe tani Bravo. po nxjerr si thosh ato petalet e saj thjesht për të shëruar. Po, edhe kisha pak kohë, një 2 muaj, 3 muaj, pa e taku, edhe bile se kisha mram këtu, çfarë s'ka ik, me gjithë vajzë, edhe ajo është botën shpirtërore, ë? Po sa kishte ndryshu, se pse, se që ka qanë një 2-3 herë këtu ke unë, se rrinë në qytet tjetër, po Sara e di sa kishte ndryshu, se ajo kërkon të vije këtu ke unë, e kupton? Është shumë e dashme me të gjithë, po tani nga që e kam mësu, ua sa kishte hesi, thash, wow, bravo, po kur më tha këto dje, aty merr me qishi, thash, ajo thash është ajo pjesa që do ta punosh ti vetë, se nuk tu ta vë njëri mbrapa, thash, është frika, është pjesë që ti e ke për ta pastruar. Okay. Mhm. Okej, Lor, nëse ke ndonjë pyetje tjetër, Ë, kisha qef të cekim pak këtë pjesën e riprogramimin e bëm atë tjetrën hipnoz kolektive. Si mund të punojmë pak me hipnozën kolektive ose me familjarët ose me rrethin, ose për shembull edhe fëmijët kur janë shkolla që bullizohen, se dhe ato janë hipnoza kolektive, ose si mund të mbrohemi më shumë. atëherë si të Nuk i mbrohemi kuptojmë nga që hipnoza dalim. kolektive, e para punës mos shiko televizor, e dyta punës merr vetëm me punët e tua. Po more veç me gjonat e tua, nuk je në hipnozë kolektive. Si që të cekëm edhe te programi, e njëjta gjë funksionon edhe me hipnozën kolektive, pra janë disa besime që ne i marrim. Për shembull, do të cek diçka. Në një bisedë të lirë, konstruktive, me timbir, kishte dëgju për këtë luftën që po bëhet në Rusi. Po ne të gjithë e dim në kohë. Dhe po më thoshte që tani do plas lufta. Është diçka që neve e kemi bisedu, e kemi dëgju, e kemi stërdëgju si pjesë, por unë thjesht nuk jap fokus, as nuk më intereson. Jo sepse njerëzit mund thonë nuk kjo është e pandjeshme sepse po vriten shumë njerëz etj. Se cili ka misionin e vet në këtë botë dhe harrojeni. Okej? Dhe po i thoja që mos e beso. Po jo të gjithë po flasin. Ndërkohë që e kishte lexu dhe ndërkohë që e kishen bisedu në klasë, në shkollë. I thash mos i beso dhe mos u jep fokus gjërave të tilla. O matha, po të gjithë po flasin për këtë pjesë. Po flasin, por ti personalisht kujt do t'i japësh energji? Diçka e që nëse është nis për të ndodhur do ndodh, si deshe, si s'deshe, si mendove, si se mendove. Është kjo pjesa që ne fillojmë t'i besojmë disa gjëra. Kështu do bëhet sepse e tha kryeministri. Kështu do bëhet Po sepse shumica beson, a? e tha Europa, kështu do bëhet sepse e tha Amerika. Dhe njerëzit fillojnë të flasin, t'japin energji, t'japin fokus, t'japin jetë kësaj gjëre, që vërtet kjo gjë në një të ardhme të ndodhë dhe të jetë e prekshme. Nuk Sepse duhet besuar, kjo është hipnoza kolektive.
është e njëjta gjë siç ka qenë dikur kanoni lek dugaxhinit. Pra pse pjesa veriore ka vazhdu ta besoj dhe kanë thënë ky është kanoni lek dugaxhinit dhe mbas këtij kanonit ne do ecim me rregullat, me dëshmit, me urdhrat e tjera e tjera. Okej? Dhe kjo gjë ka rënë akoma sot në shumë njerëz në këtë vend. Dhe shumë njerëz janë akoma në hipnozë kolektive dhe nuk e kuptojnë pse ka thënë dikush, po pse ka thënë ai duhet vepru siç tha ai. Asnjëherë. E rëndësishme është që ti të dalësh nga ky rrethje vicioz, nga kjo hipnoza kolektive dhe të fokusosh tek vetja. Pra ti si individ çka beson, kujt po jep fokus. Po jep fokus një personi që thjesht ashtu ka mendu, sepse dhe ai ka qenë si ti. Nuk është se ka qenë më i zgjuar apo më i dritër apo më ndryshe. Thjesht ka qenë si ty, ka ardhur një moment, ka dhënë disa urdhra, ka dhënë disa gjëra dhe të tjerët i kanë zbatu. Kjo tregon se sa hipnoze fort ka qenë kolektive. Gjithçka na fut në hipnozë kolektive, qofshin edhe trendet e rrobave. Për shembull, njerëzit që vazhdojnë të veshin rroba të ndryshme, të ndjekin modën, të ndjekin trendet e ndryshme, të ndjehen të veçantë, të ndjehen ndryshe, kjo është hipnoza kolektive. Nuk ke stoli dhe veshje më të bukur se sa shpirti jot të ndriçojë. Nuk ke gjë më të mrekullueshme që kur zgjohesh në mëngjes thjesht të ndjehesh që je gjallë, të ndjesh në paqe, të ndjesh e plot. Kjo është krejt ajo çka ti mund të bësh. Nëse dum të punojmë me familjarët siç e ceke ti apo me fëmijët e të tjerë. E para që duhet u flasësh, duhet t'i thush kujt po jep fokus. Pse po jep fokus? Pra fillo me ca pyetje të thjeshta. Pse po mendon që do ndodhin këto gjëra ose pse po i beson? Çka ka brenda teje që ti po e beson? Duke qenë në një moshë të caktuar deri në moshën 18 vjeç ai do t'jap përgjigje të sinqerta. Duke kaluar moshën 18 vjeç, normalisht që do filloj ta analizoj, ta interpretoj siç ja kanë thënë, tregoj besimin e tij dhe gjërat e tij. Okej? Por e rëndësishme është që ti personin mund ta qosh deri një pikë, por jo ta ndryshosh. Sepse nuk ndryshon njeriu pse ti po ja vën dukjen i diçka. Ti mund t'i thush gjithë ditën që është gabim kjo gjë, nuk duhet të bërë, duhet bë kështu. Personi do thotë, jo, unë kështu e mendoj, kështu e bëj dhe kështu du të veproj. Për mua është më e mira kjo. Okej? Pra ti nuk mundesh ti je personi tjetër. Nuk është të thënë që ne që jemi në rrugën shpirtërore dhe në botën spirituale të pajtohemi me shumë gjëra që të tjerët bëjnë. Por ne vëm në dukje diçka. Nëse personi është gati ta ndryshojë dhe ta zbatojë, okay, në të kundërt thjesht lëre të lirë. Nuk mundet. Qoftë ai familjar, qoftë ai fëmia jot, qoftë kush do qoftë, sepse secili shpirt e ka zgjedhur misionin e tij. E ka zgjedhur se po vjen këtu. E ka zgjedhur udhëtimin e tij. Okej? Pra siç e tham në fillim, edhe një mësues shpirtëror është thjesht rruga që të çon te burimi, ama shishën ti mbush vetë. Kjo është shumë e vërtetë, Sara. Kjo është shumë e vërtetë, sepse edhe vetë dallon, domethënë, ato njerëz që kanë interes mu zgju vin të kërkojnë vetë. Kërkojnë vetë sepse e ka të nevojshme. Ka pas raste që me njerëz e ndjen, sepse është vetë energjia, për shembull nëse është fëmia jo. Fillon të lidhet më shumë me ty, të tregoj më shumë eksperiencat e tij, të kërkoj një seancë, të kërkoj diçka, fillon të dal nga ajo zona komfortit, i pëlqejnë bisedat e tua, i pëlqen njohuritë e tua, ka shumë gjëra që ti e di. Shumë vërtet. Nëse është i thirrur,
Por nëse nuk i intereson, foli sa dush. Foli ti ditë natë, madje, po ti folësh një njeriu që s'ja ka idenë, se në fillim e bëja këtë punë me familjarët e mi, për zotin. E kisha kështu, doja të tregoja që ka dhe diçka ndryshi, sa s'fluturoja, e thoja me kënaqësi çdo gjë. Tu rritë tu tregu atyne që do me thënë nuk është ky realiteti që shohim ne, është diçka tjetër. E pash u lodha, me harxhosha shumë energji u lodha, s'kishin ngjoshin, nga njëherë ngjoshin, pastaj s'kishin interes më. Po Lor, ti shiko sa hipnoz janë njerëzit, sa gjithçka në këtë jetë mundohen të bëjnë për jetën tjetër. Po. Okej? Thot du të bëjmë mirë, du të bëjmë këtë, du të bëjmë atë sepse duhet mendojmë për jetën tjetër. Dhe çfarë bën? Këto janë hipnoza. Çfarë bën? Ti humb jetën që e ke në këtu dhe tani. Ti humb momentet mrekullueshme nga vetja, ti humb veten tënde, ti humb gjithçka, duke menduar për një jetë tjetër. Po sora. Është e njëjta gjë sikur ne të mbjellim patate dhe të presim që të vjelim grosh. A është e mundër? Nuk është e mundër. Ose e di si i bie kësaj se mbie me qesh. Prit se do vije jeta tjetër, dhe i bëj smet jetës tjetër. Po ti je këtu, jetoje një këtë. Ti jetë mbjell jetën tjetër, e kupton, do me thënë këto janë vërtet hipnoza, po këto janë shumë thella, që hipnoza që janë këto janë do me thënë çmenduri janë. Se këto hipnozat kolektive, familjare, që i kemi marrë si shqiptare, në gjithë botën, si gjithë njerëzit, po bota është më përpara, është prapë më ndryshi, po ka manipulim, se hipnoza manipulim quhet. Manipulim është ajo, pavarësisht është manipulim i dishëm apo i pavetdijshëm. Por ky manipulimi do me thënë që prit se po i bëj zmet jetës tjetër, kjo është do me thënë çmenduri. Po ti jetoje një këtu mirë, se po merr frym, ta ka dhënë Zoti jetën këtu. Ti po mohon Zotin, pritë Zot se unë këtu dhe maj menjen ke bota tjetër. Do me thënë, këto janë, nuk e di, vërtet këto janë, unë mendoj, nuk e di, se s'du të flasë më shumë, po gjithsekush e ka drejtën e botës, e gjithë botës, lirinë e gjithë botës, bëj çfarë të doj. Është liri Lor, por thjesht ta vuna si shembull. Imagjino ç'a hipnoza është, që të mendoj njerëzit për një jetë tjetër. Unë e di, po shumica janë gjumë, akoma nuk din asgjë çfarë bëhet. Në realitet, ajo jeta tjetër që ti kërkon, mos harro se shumë ngjarje dhe shumë grimca të memorjes tonë ngelin nga jetët e shkuara. Mos mendoni që një fillestar që mund ta filloj botën shpirtërore do i ketë të gjitha tak fak. Asnjëherë jo. Nëse një person ka bë punë shpirtërore dhe ka qenë shumë i mirë në jetët e tjera, në këtë jetë zgjohet sapo ta gjoj emrin spiritual, apo spiritualitet, apo shpirtëror. Ndërsa një person i cili nuk është thirrur për këtë pjesë do vazhdojë sërish të punojë në këtë jetë për një jetë tjetër. Ajo jeta tjetër, dhe kush është më e bukura që nuk e din nëse ekziston ajo jeta tjetër, nëse është ajo jeta tjetër apo çfarë është ajo jeta tjetër. Po, kjo është e gjitha. Kjo është e gjitha, Sara, por nuk e di, njerëzit ka shumë, unë shoh edhe këtej, do me thonë shumë shohëm, dita ditës, po prapë është pakic për mbi 8 miliard që janë në botë, do me thonë janë në hipnoz totale, e cek edhe vetë që njerëzit shohin lajmat. Pastaj aty luhet e gjithë loja. E gjithë loja, hipnoza më e madhe është televizioni. Yes. Televizioni, telefoni, gjithçka elektronik. Se i kanë zgjedhë, njerëzit nuk i kuptojnë kaq, është kaq e thjeshtë. Pse teknologjia po avancon me shpejtësi? Pse? Pse po avancon me shpejtësi?
Sepse po Çfarë arrin shihet që këtu? manipulojnë shumë mendje, po arrin që të bëhet kjo hipnoza kolektive dhe po thithin energji përmes secilit nga ne që i përdor, secilit nga ne që i dëgjon, secilit nga ne që jemi gjithmonë me ta, E kanë shumë i ti. imagjino sa thithje na bën të trurit, por edhe të energjisë tonë jetësore. Po na bëjnë do me thënë që energjia tokës është tu zgju ditë ditës, tu zgju shumë njerëz. Edhe këto çfarë kanë bërë tani, çfarë është kjo që kanë fut tani shpejt? Nuk e di si quhet shqip ajo, inteligjenca artificiale. Fjala, okay. Do me thënë, shumë njerëz tani merren me ta, edhe harxojnë kohë, bëjnë lloj pyetje që as nuk u hyn punë një herë, i bëjnë pyetjet edhe harxojnë shumë kohë. Do me thënë, e bëjnë, ju a hekin vëmendjen njerëzve me teknologji që ta harrojnë që kush janë vetë. Mos Se kanë ardhur jetojnë, këtë botë. Mos jetojnë fare as i mos tit. jetojnë. Edhe ato pastaj i kanë në kontroll, sepse është sistemi, ne jemi të gjithë nën kontroll të dikujt tjetër, por njeriu nuk e çek, nuk e çek. Sa kohë harxhon njeri sot në telefon? Sa kohë harxhon? Shko, del pi një kafe, shifi njerëzit, të gjithë i kemi telefona. Pastaj i thu fëmijës që hiqe telefonin. Po prit, thot, po ti pse se ai ka telefon? Se fëmia të shef, se fëmia të shef çfarë bën ti, nuk ta ngjon fjalën. Fëmia është pasqyrë, e kemi thënë. Absolut. Tani, teknologjia ka avancu. Me ushqimet, gjitha ne bërnot, nuk janë si më përpara, Sara. Asgjë s'është si më përpara. Po më përpara ti mbillje domatet për shembull dhe prisje 3 muaj që ti haje, kurse tani 12 muajt e vitit ikin në market. Çfarë shohet na për qiell? Janë gjitha helme pra, gjitha helmet. Ne jemi nga gjitha anët që mos zgjohet njerëzimi, po njerëzimi ka filluar të zgju, është fillimi, është si më thënë ajo ura. Në Po a krahasim i me sa kuptojnë njerëz njerëzit ka kaq? bota, janë shumë pak, Lor. Janë Po shumë këtë pak pra që po them unë, këtë po them. Që njerëzit manipulohen, ë nuk e kuptojnë që me energjinë tonë, tulët, mbijetojnë ato që na kanë në kontroll. normal. Mirë po, kjo ti e di që kjo është temë shumë e thellë dhe jo gjithë e kuptojnë se për çfarë bëhet tamam fjalë, por kjo vërtet është ajo hipnoza, është hipnozë e tmerrshme kjo. Derisa dalin nga hipnoza kolektive, shumë gjëra nuk mund t'i kuptojnë. Qoftë të gjithë, është nuk do e quaja, do me thanë, sfida më e madhe në jetë është përballja me veten. Por mos harroni, çdo mendim ndryshe, çdo përballje ndryshe, çdo qasje ndryshe që ju e keni krijon këtë konfliktin e brendshëm. Është e vërtet apo jo? Duhet të besoj Sarën apo Lorin? Duhet ta bëj apo duhet ta lë? Gjithmonë provoni. Gjithmonë filloni të praktikoni. Praktika është qelsi. Përsëritja është qelsi. Pra, gjithçka filloni që ta vërtetoni në të vërtet çfarë u përshtatet ju. Jo gjithmonë që e tha Lori dhe duhet ta besojmë, e tha Sara dhe duhet ta besojmë. Absolut jo, gjithë Gjithmonë kush ka shikoni rrugën e vetë. eksperiencat tuaja, marrëdhëniet tuaja dhe çfarë në të vërtet ju dëshironi të arrini dhe të rregulloni në jetën tuaj, pra të shikoni më pastër gjërat. Jo gjithmonë të shikojmë çfarë bëjnë të tjerët. Gjithçka që bëhet nga inati, nga xhelozia, nga smira, nga urrëtia etj. E ka luftën e humbur, e ka logjikën boshe, gjithçka nuk mund të ti rezistoj. Gjithmonë e mira del pa. Gjithmonë e mira është ajo që na jep rrugësjellje.
Nëse diçka ta don shpirti dhe ta thërret shpirti, thjesht boje. Mos pyet, mos kërko, mos manipulo veten. Okej, nëse kemi ndonjë pyetje apo diçka që mund t'i përgjigjemi, okej, në të kundër du të flas pak sonte për portalin e 88. Pra, si që dim, nuk e di sa nga ju e dini, për quhet portali Luanit, ka një energji shumë të fortë për ata që dëshirojnë të manifestojnë sonte. Është një datë perfekte. Si që thash, është energjia Luanit, është energjia diellit, energjia zjarrit, dhe sonte nëse shikojmë dielli është drejt me tokën dhe është në përputhje të plot. Nëse dëshironi që të bëni ndonjë manifestim, për shpreh ndonjë dëshirë, ndonjë lutje, thjesht besojeni që është realizuar dhe është realizuar. Është një datë perfekte. Pra, numri 8 simbolizon edhe pjesën e Matrixit, dhe Matrixi është kjo pjesa ku ne kena energjinë e kanalizimit, të kanalizuar, dhe gjithashtu i jemi si lart poshtë, si majtas djathtas. Pra, nuk ka ndryshim, ka thjesht besim, ka thjesht konfirmim dhe thjesht dashuri. Sara, teta të i thu në astrologji është Matrix, numri 8? Në astrologji, në numerologji dhe në gjithçka. Nuk se unë tetën e di që është infinit. Është infiniti, por është edhe pjesa ku ne jemi Matrix, si lart poshtë. Pra, është një energji për cilën ka folë edhe Carl Jungu, që thot si poshtë lart, pra është e njëjta besim, e njëjta energji. Është edhe ke Hana më duket kjo pjesa që thuti kjo. Kur Hana është e vogël, vjen ajo si 8 më duket që rritet pastaj Hana. E shoqëron kjo infiniti gjithandej. Në kemë su në gjë të re? Prandaj infiniti quhet simboli dashurisë, simboli lidhjes, mashkull, femër, e bardhë, zezë, yin dhe yang, janë shumë gjëra që hyn tek pjesa e infinitit, nuk është vetëm një. Pronceka do të thënë nëse dikush dëshiron të manifestojë, të shpreh një dëshirë, të shpreh realizimin, të bëjë diçka për veten e tij, qoftë edhe një lutje, është i jashtëzakonshëm. Ose ke njerëz që praktikojnë bekimin e ujit, largimin e energjive negative, shërimin e vetës, shërimin e një familjari, një diçka që ju dëshironi, sonte është një natë perfekte. Okej, bravo. Është shenja Luanit, a? Okej. Kemi ndonjë gjë speciale me këto që mëson të ti? Speciale, gjithçka kur shkon tek pjesa e zjarrit, zjarri bën rigjenerime. Zjarri gjithmonë rigjeneron gjithçka që ne themi zjarri e dogji. Realisht zjarri bën rigjenerim të gjithçkaje, sepse nëse nuk djeg, nuk qel bari i ri. Okej. Është një të gjë. Okej, nëse kemi ndonjë pyetje, me çka kemi folë deri tani, okej, nëse jo, do të dëgjohemi së shpejti në live-in e radhës me Lorin. Po, patjetër, Sara. Jemi duke gjetë këta tema kështu të thjeshta, të bukura që njerëzit duhet i dinë dhe duhet ti vënë edhe në zbatim, pse jo, sepse ti bësh sa pyetje të thella vetes, të ndryshosh diçka nga vetja, nuk është vetëm kjo pjesa që, okej, po e provoj. Jo, e para ti duhet ta besosh, ta duash, pastaj ta provosh. Lida, mirëmbrëma. Kështu që nëse ka ndonjë pyetje, okej, në të kundërt, a dëshiron të shtosh diçka, Lor? Për sot mendoj që jo,
Se unë para se të filloj live e disa kështu kam, po nuk du që t'i hap do tema, Besara, kam shumë tema për të hap, po nga që nuk janë njerëzit aty ku duhet mi cek do Ti do të temat, hapësh do të hapësh tema të frikshme, jo. Jo të frikshme, jo, absolut. Po pse të duhem gjë si frikun ty? Jo, Jo, po bëj nuk kam. shaka, tema të frikshme. Jo, absolut. Po që pa punë, me hap kështu temash, pa mirë mos të dalë me fol fare, ne dalim me flasim me një mu pak, se qoft një fjalë, sigur, ja këtu 20 veta tani, sigur një person, një fjalë bëva kia ndron jetën, aq, e ke bë më të mirë në mundshme. Jeta është e mrekullueshme, jeta është fantastike. Këtë duhet ta besoni dhe këtë duhet ta zbatoni. Kam dëgjuar shumë një thënie hipnozës kolektive që thonë jeta është luftë. Jeta është luftë për aq kohë sa ti e beson, jeta është luftë për aq kohë sa ti nuk e shijon dhe ti nuk e lën veten të lirë. Atëherë jeta kthehet në luftë dhe vërtet një luftë e frikshme. Nëse ti thu jeta është e mrekullueshme, jeta është fantastike, jeta është gëzim, jeta është dashuri, unë po shijoj, po e dua etj, ti e pavetishme jote fillon ta zbatoj dhe fillon të ta shpalos, të ta vërtetoj që po, kjo është dhe këtë duhet jetosh. Gjithçka është në mendjen tonë, për aq kohë sa ne japim fokus, energji, fuqi, ashtu do jetë. Në moment që ne e ndalojmë dhe në moment që ne besojmë dhe jetojmë ndryshe, konfirmojmë ndryshe, jeta pikrisht atë do na shpalos përpara dhe do na tregoj që kjo është e mundur, kjo është e bukur, kjo është mëngjese. Zoti ju rujt, shumë faleminderit, Zoti të rujt edhe ty, Roki. Ja, për këtë kisha nevojë, shumë faleminderit. Faleminderit. Ja, ka njerëz pozitiv plot ka. Ka kjo botë, njerëz pozitiv, as e vend dyshim. Përderisa unë jam këtu dhe jam shumë pozitive, krejt këtu jam pozitiv. Sara, shumë faleminderit, thot Elmira, faleminderit ty Elmira. Rudina thot mirë mbrëma sa po erdhi. Ganimete, shumë faleminderit ylli bukur. Pres të marr Sogjorno, si të pastroj me shame të bllokat. Mirand, nuk po e kuptoj pyetjen tënde. Lore, kupton ti se sinqerisht Pres unë të jo një. marr Sogjorno, letra thot si të pastroj shumë bllokada, më duket se e ka mohabetin. Carta di soggiorno, ok, këtu po e kuptoj, pres të marr carta di soggiorno, si ta pastroj, ndoshta ka thënë si ta pastroj më shumë këtë bllokat. Thjesht hiq pritshmërinë, mos e mendo fare, thjesht bëj një lutje, bëj një afirmim, bëj diçka dhe lëre, mos e mendo fare, mos vazhdo t'ja përsërisësh vetes sa do vonoj, si do vonoj, si do mec. Thjesht lëre të lirë, universi bën më të mirën. Ose t'jap edhe unë një mendim, nuk du t'i rish në rrugë me bloku vetë, sepse çfarë bëjmë ne me pavetdijen tonë, nganjëherë i dum do gjëna, se s'ban. Kur thot Sara lene lirshëm, edhe mos e mendo, vetëm lene lirshëm, mos i del kësaj, do me thënë që ta bllokosh, se ne i bllokojmë disa gjëna vetë. Nëse vazhdojmë ta mendojmë, po unë e kisha shkruajt për 20 ditë ose 21 ditë, e kisha shkruajt për 21 ditë, po s'mu bë për 21 ditë, kur do bëhet pse s'u bë, si u bë, pra ti po jep fuqi që ajo prapë të largohet. Universi din më të mirën kur të duhet ty. Mos harro, Zoti gjithmonë na jep atë çka neve na nevojitet, jo atë çka ne duam. Sepse mendja njerëzore është gjithmonë tek pjesa materiale. Tek pjesa materiale universi është jo kaq preqiz, sepse
telefoni, makina, interneti dhe shumë gjëra në botën astrale nuk ekzistojnë. Në botën e shpirtit nuk ekzistojnë. Këto janë gjëra që neve na janë ofruar në këtë botë, thjesht për të kënaqur egon e secilit nga ne. Bota shpirtërore këto gjëra nuk i njeh. Prandaj gjithmonë kur të bëni një lutje, kur të bëni një afirmim, kur t'jeni pritje diçkaje, vendosi vetes një kohë. Zam shembull. Unë karta di Soggiorno e dua për 21 ditë ose e dua për 30 ditë. Okej, këto 30 ditë jepi fokus, manifestoje, jepi energji, jepi dashuri, jepi vëmendje, jepi gjithçka, por ama për 30 ditë. Mbarun 30 ditë, zëre se ka ndodhur dhe mos jep fokus fare, as vëmendje, as asgjë. Pra, lërja universit në dorë, Zoti din më të mirë se çfarë bën dhe çfarë të kujtet. Për mu, dëgjoj shumë njerëz që thonë nuk manifestoj dot. Ose nuk më vinë manifestime që bëj, sepse ti vazhdon ta mendosh, thush pse s'ndodhi, kur do ndodhi, si do mvi, a do mvi, as do mvi e këtej andej. Pra fut në loj mendjen dhe shpirtin, i bën lamsh të dyja bashk dhe njëra tërheq djathtas, tjetra majtas. Dhe ndodh kjo pjesa që nuk manifeston dot. Manifestimet më të mrekullueshme janë kur ti i le vetës kohë gjithashtu universit kohë. Sara, kam bërë eko të fundit, për shembull, më vinë si themi ne, terminet si takime, si thon, kur ke një me shku ke mjeku ose ke një kliente. Takime. Kam bu menje që më kanë ardhur për shembull 2 takime, 3 takime më kanë ardhur për shembull për një ditë edhe afërsisht orari, do me thënë afërsisht njësoj, ose për shembull nuk mundesha ke njana, duhet të bosha o këtë o tjetrën. Po si është e mundur që Zoti i Madh t'i bie gjanat në atë formë, në atë mënyrë që gjim duke se kisha të fundit. Më mori telefon njana këtu gjermane që kam një takim zyrë, edhe e kisha për sot. Sot nuk doja të shkoj atje, pa hajt tash duhet me shku. Mori dje në telefon, tha jo, tha do ta lejmë, tha për të hanë. Po ti rrofshëm, po më ndodh shpesh kjo gjë tani. Gjithmonë kur kam një gjë të më dalë dhe me thënë, i ndro Zoti i Madh vetë më orare, sikur edhe me porosi ti japësh nuk ndodh ndryshi. Do me thënë, janë gjitha në favor timin. Edhe po i vëzhgoj. Po e disa herë na ndodhin, edhe kur kam qenë e pavetdijshme, ndoshta ka ndodhur, po unë s'kam qenë në atë energji që ti kuptoj. S'kam qenë, si me thanë, e vëmendshme. Ndodhin mrekullia, thu, wow. Si Jeta e mrekullueshme, universi kur nuk gabon. Gjithmonë jep më të mirën dhe maksimalen. Çfarë janë konstelacionet familjare? Konstelacionet familjare është një temë tjetër që konstelacionet hynë pak a shumë tek pjesa e hipnozës, për që hipnozën e bën dikush tjetër për ty dhe merr disa përgjigje dhe të tjerë. Pra të flasim për konstelacionet familjare është një temë e gjerë. Mund të dhash një përshkrim të përgjithshëm. Fatmirja thot, kam medituar diku 23 ditë me radhë, pastaj më dukej si hapje në zemër, perfekt. Nuk di si, vetëm më duhet ndëgjoj energji nga një person afër meje. Kur kaloi, ishte sikur energji që ndikoj në afërsi. Dua të them, ajo është punëtore të unë. Atëherë, si të ndikoj, pra ti ke medituar për 23 ditë rresht dhe më pas, për shembull tani nuk mediton dot, apo të është duk thjesht si energji e mirë e këtij personi, apo thjesht ndërsa ti ke kalu te ky person, thjesht ke ndier energjinë e këtij personi. Sepse nëse ne meditojmë për 23 ditë në këtë rast që ti e thu dhe më pas nuk e bën dot, pra kjo është ajo pjesa e programimit, hym tek programimi që folëm në fillim,
që ose tek pritshmëria, pra për 23 ditë i ke dhënë kohë vetës dhe më pas fillon ta mendosh pse nuk ndodhi diçka, pse nuk ndryshova, pse nuk jam ndryshe, pse s'po ndjem kështu, pse s'po ndjem kështu. Okay? Sepse jemi tek pjesa e pritshmërisë. Prandaj po ta kërkoj nëse ke mundësi dhe kohë të shkruash diçka më konkrete që të t'jap një shpjegim më të saktë të asaj. Okej, nëse ka pyetje tjetër, nëse nuk ka, dëgjohemi në live-in e radhës që do e bëjmë sërish me Lorin, mendoj nga java e ardhshme ose nga fundi i javës apo kur të ketë kohë Lori. Okej. Lor, unë të përshëndes, të falenderoj shumë Edhe unë faleminderit. Sara të falenderoj zemër. Për mu ishte një temë shumë e veçantë, shumë konkrete dhe shumë domethënëse. Dhe shpresoj që këto të pranishmit të kenë marrë më të mirë. Faleminderit edhe ti Sara. Faleminderit gjithëve këtu që ishin sonde me ne. Ju falenderojmë gjithëve. Faleminderit Lor, të uroj natën e mirë, gjumë të ëmbël, ju dua fort të gjithëve, dua fort edhe ty Lor, natën e mirë dëgjoj. Natën. Gjithëve.